Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se reforma territoriale vitit 2014 ka qenë një nga faktorët kryesor të boshatisjes së zonave rurale dhe emigrimit masiv të shqiptarëve. Në një bashkëbisedim me ndjekësit në rrjetet sociale, Berisha tha se të njëjtat shqetësime i ka ngritur edhe 2 ditë më parë, ku sipas tij, reduktimi i numrit të njësive të qeverisjes vendore nga 410 në 61 kishte, përveç interesit elektoral, synimin për të nxitur largimin e shqiptarëve nga vendi. Duke akuzuar kryeministrin, Berisha u shpreh se Rama duhet gjykuar për gjenocid ndaj shqiptarëve. Zvoglimi në reformën territoriale të vitit 2014 të numrit të bashkive dhe komunave nga 410 në 61 kishte qëllimin më madhor përveç atij elektoral, dëbimin e butë të shqiptarëve nga Shqipëria. Zhdukja nga harta e qeverive vendore të komunave bëri që në atë që quhet Shqipëri rurale dhe që me popullat ishte rreth 49% e popullatës, të ndërpriten të gjitha investimet. Të ndërpriten çdo investim në infrastrukturë, në rrjetin e kanalizimeve, në rrjetin e ujësjellsave, në mbështetjen e fermerëve. Çfarë po ndodh? E vërteta po ndodh boshatisja e pamëshirë e Shqipërisë nga shqiptarët. Vetëm për këtë, genocid të butë, genocid të krijuar për kushtet kalkuluara, u hoqi shërbimet, komunat, u hoqi investimet, hoqi mbështetjen për bujqësinë, përgjysmoi ndihmën ekonomike, ndaj dhe çdo shqiptar që i thot vetes që ndjen veten, duhet jap kontribut për largimin e tij sa më të shpejtë dhe gjykimin për genocid ndaj shqiptarëve. Kryedemokrati ftoi të gjithë qytetarët e njësive të qeverisjes vendore të prekura nga ndryshimet e mundshme të reformës, që të ngrenë zërin dhe të mos e lejojnë fatin e tyre te një njeri që sipas tij e ka shndruar Shqipërinë në narkoshtet.